Horoskopi ditor 10 maj 2025. Dashi, ju pret një ditë pozitive, qoftë pushim apo edhe në punë. Edhe ngarkesat e punës do të menaxhohen me qetësi, ndaj përfitoni nga ndikimi i favorshëm i planetëve për t'i çuar gjërat përpara. Do të keni ndihmën e pakushtyr të një personi të shtrenjtë për ju. Demi, gjatë kësaj periudhe do të ndjeni disi të çorientuar, për shkak se nuk do të përballeni me shumë situata konkrete, sidomos në sferën financiare, dhe kjo gjë nuk do ju lë rehat. Situata do të vijë duke u përmirësuar në pjesën e dytë të muajit, ndaj bëni durim. Mundohuni që të shlodheni më shumë gjatë kësaj fundjavë. Binjakët, këshillohet që t'i zgjidhni konfliktet me qetësi, veçanërisht ato të natyrës profesionale. Dijeni se nëse prisni shpagim nga dikush, nuk do e merrni, të paktën jo së afërmi. Në dashuri, rikuperimi do të jetë i ndjeshëm. Nga porrja, do të ndjeni të lirë për të menduar dhe vepruar, duke befasuar dikë që nuk e pret. Keni vendosur që të jepni një shtys jetës suaj dhe të ndryshoni atë, veçanërisht në nivelin profesional. Megjithatë, mundoni që të mos hidhni hapa shumë të guximshëm. Sa i takon dashurisë, do të ndjeni pezull mes dy situatave. Luani, e shtuna do të jetë mjaft pozitive dhe gjatë saj do të keni mundësi që të guxoni si profesionalisht edhe sentimentalisht. Projektet do të çohen përpara me sukses, ndërsa kush dëshiron që t'ia kushtojë fundjavën dashurisë, do të kalojë momente të paharrueshme. Virgjëresha, do të keni mundësi që të përfitoni nga ndikimi pozitiv i yjeve, për të marrë vendime të cilat do të jenë të dobishme për të ardhmen tuaj profesionale dhe personale dhe për të rikuperuar lidhur me probleme që keni patur më parë. Do të keni mundësi që të rinisni vrullshëm, por duhet të përkushtoheni më shumë. Peshorja, pasi keni kaluar një muaj të rënduar, po përgatiteni për një periudhë të mbushur me një sër mundësish. Maji do të jetë tranzit, pa ngarkesa dhe ulje ngritje. Akrepi, do të shënohet një rikuperim i ndjeshëm pas ditëve të ngarkuara që keni kaluar. Me shumë mundësi jeni përballur me kriza dhe polemika, me persona që i keni pranë dhe kjo gjë do ju lërë me shije të hidhur. Mundoni që të gjeni pak më shumë kohë për veten, për t'u qetësuar. Shigjetari, do të ndjeni pak të lodhur gjatë kësaj dite, ku do të keni debulesë fizike. Megjithatë, kjo situatë nuk do të ndikojë në jetën tuaj sociale, në sajt të ndikimit të Venusit, Marsit dhe Diellit. Pra shikohen takime mjaft të favorshme. Briciapi, duhet të tregoni të kujdesshëm, pasi me gjatë kësaj periudhe do të keni të bëni me persona të cilët nuk u thonë të vërtetën, apo me natyra fataliste. Mundoni që të tregoheni më të kujdesshëm, duke përdorur ndjeshmërinë tuaj. Nëse gjatë ditëve të kaluara keni debatuar me dikë që e keni për zemër, ky është momenti i duhur për rikuperim. Mundësitë nuk do të mungojnë në sferën profesionale. Ujori, do keni të vështirë nga një fazë mbushur me tension, duke qenë të ngarkuar me ankth, nervozizëm dhe lodhje, gjë që do ju shkaktojë edhe probleme fizike. Fatmirësisht, pjesa e dytë e muajit do të vijë drejt përmirësimit, pasi keni nevojë që të arrini një qëllim. Sa i takon anës financiare, duhet të tregoni të matur me shpenzimet. Peshqit, duhet të mundoni që të jeni më pak xheloz, ndoshta po jetoni një situatë në të cilën jeni të mbushur me dyshime, ose ndoshta një distancë fizike ju rëndon. Mundoni që të mos jeni trysnues.